Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu, ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti, duke thënë se ai i ka shkaktuar dëm vendit. Zvarritjet e vazhdueshme në disa procese politike në Kosovë, Deliu i vë fajin kryesor kryeministrit Kurti, duke theksuar se cilat kanë qenë disa nga dëmet që janë shkaktuar shtetit të Kosovës sipas saj. Unë mendoj që Kurti e ka dëmtuar Kosovën para se ta dëmtoj PDK-n dhe LDK-n, sepse për këto vite të stagnimit Kosova ka humbur shumë në aspektin e zhvillimit ekonomik, në aspektin e fuqizimit ndërkombëtar dhe në aspektin e forcimit të mirëqenies së qytetarëve, u shpreh Deliu. Ajo shtoi se gjendja ekonomike ka rënduar jetën e qytetarëve. Unë e kuptoj që njerëzit sot janë të dërmuar, jetojnë më keq për shkak të kostos së lartë dhe inflacionit, i cili e ka goditur shoqërinë, ndërsa të zgjedhurit e qytetarëve sot i kanë lënë ata në udhkryq, deklaroi ndër të tjera ajo në televizionin të shtatë. Publikimi i disa regjistrimeve dhe transkripteve ka hapur debat në Hungari vetëm pak ditë para zgjedhjeve të përgjithshme. Në materialet e publikuara, ministri i jashtëm Peter Sharto shihet duke telefonuar homologun rus Sergej Lavrov gjatë një samiti të Bashkimit Evropian në dhjetorin e vitit 2023. Në ato biseda, ai jep informacion mbi diskutimet mes liderëve të BE-s për hapjen e negociatave të antarësimit me Ukrainën. Sipas transkripteve, telefonata është bërë gjatë një pushimi nga takimi në Bruksel, ndërsa në bisedë përmenden edhe tensionet dhe mënyra e presionit brenda negociatave. Zbulimet vijnë në një moment të ndjeshëm politik pasi kryeministri Viktor Orban përballet me një sfidë të fortë nga opozita drejtuar nga Peter Magyar. Në një tjetër material të publikuar vitin 2024, Sharto shihet duke kontaktuar sërish Lavrovin për të organizuar një takim mes Orban dhe presidentit rus Vladimir Putin në Moskë. Në këto komunikime përmendet edhe mundësia e ndarjes së dokumenteve të BE-s që lidhen me negociatat e Ukrainës, çka ka shtuar reagimin dhe shqetësimin në nivel evropian. Vetë Sharto ka reaguar ndaj publikimeve duke i cilësuar ato si ndërhyrje nga shërbimet sekrete dhe duke thënë se kontaktet me Rusin janë pjesë e praktikës diplomatike. Nga ana tjetër, opozita në Hungari e sheh këtë si një çështje serioze që prek interesat e vendit dhe marrëdhëniet me Bashkimin Evropian. Komisioni Evropian ka kërkuar sqarime për rastin, ndërsa kjo situatë pritet të ndikojë në klimën politike para zgjedhjeve.